Avokati i biznesmenit Raman Selmanllari, Genc Gjokutaj, ka përgënjeshtruar lajmet e publikuara në të përditshmet Mapo e Gazeta Shqiptare dhe televizionit Top Channel mbi deponimin e klientit të tij një ditë më parë në Prokurorinë e Tiranës. Sipas Gjokutaj, klienti i tij nuk e ka mohuar në asnjë moment faktin se ka qenë i detyruar për të shitur aksionet e kompanisë së tij për të siguruar një leje ndërtimi nga kryebashkiaku Rama, siç është bërë publik lajmi në këto media. Me përgjegjësi të plot ligjore, deklarojmë përpara opinionit publik se dëshmia e klientit tim dhënë prokurorisë Tiranës në thelb vijon si më poshtë. Dritana Vllai ka kërkuar që t'i jepet 20% e kontratës në këmbim të studimit zonës dhe lejes së ndërtimit. Kërkesa e zotit Dritana Vllai është pranuar për shkak se ai e ka paraqitur veten e tij si mik të kryetarit të Bashkisë së Tiranës, zotit Edi Rama, i cili hap çdo derë në bashki. Siç shihet qartë në këto dy pohime, deklarata e klientit tim mbështet plotësisht akuzat e ngritura ndaj zotit Rama për miratime studimesh, dhënie lejesh në këmbim të marrjes së kuotës për 20%. Avokati Genc Gjokutaj ka deklaruar gjithashtu se po shihet mundësia dhe për ngritjen e një padije ndaj këtyre tre mediave.